Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi $300 milion. Por çfarë përfiton Shqipëria nga kjo marrëveshje ushtarake, apo kryeministri po blen imunitet, sikur thon një pjesë e opinionit. Për këtë, më mirë se me këto tjetër, do të flasim me kolonelin, i shefin e kundërzbulimit, mikun e emisionit ton, zotin Ajro Limaj. Zoti Limaj, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Kolonel, kryeministri në këtë rast po fiton ai, po fitojnë shqiptarët, apo po fitojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si për ata duket sikur 300 milion janë lek xhepi? Ne jemi shtet demokratiko ligjor parlamentar. Dhe përbëhet nga 3 pushtete. Pushteti i parë është pushteti legjislativ kuvendi. Pushteti i dytë është pushteti ekzekutiv qeveria dhe pushteti i tretë është drejtësia që kontrollon funksionimin e shtetit shqiptar. Pra, sipas kushtetutës, kryeministri është varësi i kuvendit dhe nuk është kuvendi varësi i kryeministrit. Tek ne ka ndodhur kundërta. E kanë thënë në emisionet e kaluara që Shqipëria nuk është më shtet demokratik dhe ligjor, po shtet kryeministror. Mbasi kryeministri me ta shqyrtuar të reforma të 2008-s dhe në vazhdimsi, me listat e mbyllura ka sjellë në kuvend jo deputet pavarur përfaqësues popullit, po deputet zgjedhur prej tija dhe deputet e Partisë Socialiste në kuvend janë kthyer noterë të dëshirave të kryeministrit, dëshira të cilat bien në kundërshtim shpesh me interesat kombëtare shqiptare. Ashtu si dhe presidenti i Republikës është kthyer plotësisht një noterë i kryeministrit, prandaj themi kemi shtet kryeministror dhe nuk kemi shtet demokratik sot. Kjo po vërtetohet edhe me ngjarjen që ndodhi dje. Kushtetuta ka përcaktuar në gjykatës kushtetuese që ligjërimi në kuvend me proces të përshpejtuar duan kohë minimale 1 javë, jo 1 ditë. Ndërsa Edi Rama vendimin e qeverisë e ka marrë në datën 19 qershor dhe bie për ta miratuar me urgjencë brenda ditës në kuvend dhe më të madhen duke mos u lënë të drejtën deputetëve të njihen plotësisht në marrëveshjen dhe ta votojnë ato në kundërshtim me çdo lloj ligji. Po mos ishte sekret, kolonel, mos ishte sekrete? Tani, unë jam një nga akuatët e Shqipërisë që kanë punuar në fushat më sekrete të vendit. Shefi kundër zbulimit? I zbulimit, i kundër zbulimit. Tani, ne ndiqim me vëmendje shtetet Greqi, Itali, Jugosllavi, Amerikë dhe Bashkimin Sovjetik për sënimin që i vini Shqipërisë ushtarakisht. Dhe ishin ndarë 3 nivelet sekretet. Niveli strategjik natyrisht jepeshin kohë të vendit. Sepse kishin bënë drejt për drejt me kërcënimin e pushtimeve ushtarake dhe masa kilometër shteti për shpëtuar vendin. Ndërsa ne këtu kemi një marrëveshje që thuhet kemi të bëjmë me sigurinë e botës kombëtare, të bërë në një agjencie financiare amerikane për sigurinë e mbrojtjen dhe Ministrisë Financave në Shqipëri, jo Ministrinë e Mbrojtjes. $302 milion. Tani, në këtë marrëveshje, e cila është bërë nga Edi Rama për plotësuar deficitin e madh që kishte në mos plotësimin e detyrimeve të NATO-s me 2% të vitit kaluar, dhe do shkonte në mbledhjen e NATO-s në Turqi para realizimit të saj, veproi me shpejtësi për të bërë të marrëveshje e cila
i jep mundësi që të marri në Amerika 3,2 milion euro dhe t'i shlyej për 12 vjet. I dashur gazetar, kjo marrëveshje financiare, sa është përqindja vjetore që do paguaj populli shqiptar? Ky është ky çift. Kamata. Pra, sa është përqindja? Sa është përqindja vjetore do paguhet për 12 vjet? Pra këtë 302 milioni, sa milion do shkoj? Ky sekretari Dirama mos jem shef. Dhe ky është gur shteti. Sepse në mënyrë kategorike nuk ka të drejtë ai të mbaj sekret nga Kuvendi, deputetët që kanë të drejtë ta lexojnë, ta diskutojnë dhe në mënyrë demokratike ta votojnë ose një marrëveshje kushdo qoftë ajo. Kolonel, po jo gjithë kanë certifikat sigurie dhe armiqt na marrin vesh çka kanë letra. Ajo është marrëveshje lekësh i dashur dhe nuk ka si lloj përkufizimi çfarë do marrë. Të gjithë shtetet e tjera blejnë armatime nga industria ushtarake e Amerikës, po marrëveshjet janë të hapura. Për shembull, Turqisë u bllokua një marrëveshje para shumë vitesh, të cilës tani ja shiroi Trumpi. Është e thënë trosh. Avionët F-35. Sa kushtojnë, qa vera shkanë, qa fuqie goditse kanë, çfarë problemi sekret ka këtu? Edhe si kokën bërthamore ta bjeri në Kuçovë, që zjen kur, nuk ka si lloj sekreti zotëri, se gjithë vendet e botës dihet ku janë kokat bërthamore. Prandaj, është vazhdimësia e kësaj politike fatkeqe, që fatmirësisht dje Edi Rama e bëri me shpejtësi me 2 mbledhje vetëm me 74 deputet, ndërsa mbasdite Departamenti i Shtetit Amerikës ta dërgova tani, ta dërgova në anglisht originalin që shpërndau ambasada amerikane sot herët, nxinë qeverisë shqiptare për korrupsion dhe krimin organizuar që ka pushtuar dhe drogën me Afrikën dhe vendet e tjera. Pra, më në fund të Amerika heshti nga protestat, dje Departamenti i Shtetit nxorri zyrtarisht vlerësimin e saj që ka qeveri të korruptuar, të krimit organizuar. Lexoni materialin anglisht dhe flet shqip më trosh s'ka u dhe mo. Më shumë se klasëm neve. Ju thoni që kjo është një rufe për Ramën, jo blerje imuniteti me anë të kësaj kontrate për pushtet. Amerika të përdori dashur, po Amerika s'ka latë përjetshme, ka të përjetshme. E përdori disa herë, por e një dhe kush është. Dhe mbrëm e botoj zyrtarisht dhe kush do dhe të hapi Departamentin e Shtetit dhe ambasadën amerikane, ju va dërgova në anglisht dokumenti zyrtar se si e vlerëson qeveri më të korruptuarën që ka kthyer shtetin krim të organizuar, ekonomik dhe financiar dhe në mund të largohet nga kjo lëvizje madhe popullore kundër tija vazhdo të majnë me zor pushtetin. Kolonel, po si e mbështet Shtetet e Bashkuara një qeveri me këtë raport që publikoi? Amerika nuk e mbështet zotëri. I tha trosh populli shqiptar, ja kush është mendimi zyrtar i Amerikës. E botoi në faqen zyrtare të Ministrisë Punë të Jashtme, ne i themi Departamenti i Shtetit, dhe është vazhdimësi e kërkesa që kanë bërë senatorët për fillimin e hetimeve të mëtejshme të krimin organizuar dhe drogën shqiptare. Ajo e shpalli përpara se të bën hetimet zyrtarisht, kush është qëndrimi zyrtar i Amerikës për qeverinë më të rekrutuar, më të inkriminuar në Shqipëri. Kolonel, po me këtë raport bëhet samiti NATO-s në Tiranë? Në radhë parë një herë, unë e kam thënë, në deklaratën e fundit me 5 pika që bëri sekretari përgjithshëm i NATO-s, nuk tha fare që Senati, që mbledhja
më thënë, e ardhshme e NATO do bëtë Shqipëri, shikoni materialin, se njëzë nuk lexoj ka se kohë fare nuk. Ka thënë, ka qenë një planizim në parshëm, e thanë në fillim të mbledhjes sekretari i përgjithshëm, por në deklaratën zyrtare të përfundimit të mbledhjes së NATO-s nuk zgjedh fare në gojë mbledhja vitit të ardhshëm as në Shqipëri dhe as në tjetër. Lexoni o shqiptar materiale zyrtare dhe mos u merrni me fashëtheme. Por sa zgjat kjo marrëzi atëherë, kolonel? Po të ishte me 1 gram gjaku shqiptar dhe me 1 gram demokrati Edi Rama dhe qeveria Rama do këshin dhënë dorëheqjen sa filluan demonstratat e para. Ne shikojmë botën e zhvilluar demokratike që gjoja ata pretendojnë që populli e do, po ata nuk e duan, se duan të jenë mbretët e Shqipërisë, sepse Parlamenti Evropian ka vënë alarmin dhe ka botuar zyrtarisht materiali që hedh poshtë për 103 leje të kundraligjshme në 43 zona nga Butrindi në zvonesë e Edi Ramës, dhe Edi Rama jo vetëm që nuk janë ullën ato, po vazhdon dhe ku procesat janë lytur në qiell dhe je paketën e madheve dhe investitorët e tia mafjes shqiptare të huaje, investitor strategjik. Pra, ai ka hyrë një strategji që nuk se do të mbrapsh, i komanduar nga Detja dhe nga të tjerët. Dhe Europa tani atë e njeh mjaft mirë kush është, ka bërë raportet, po Europa nuk do rëmbej armët të rrëzojë Edi Ramën. Europa ja bën të qarta popullit shqiptar me dokumenta që nuk është dakord me kreditari antikombëtare, anti-shqiptare të Edi Ramës, gjoja me strategjinë e zhvillimit për kolonializimin e Shqipërisë, me gjoja investitorët dhe Amerika më në fund e botoi zyrtarisht në faqen zyrtare të Ministrisë së Jashtëm qëndrimin dhe vlerësimin që ka qeveri. Kolonel, por i takon popullit shqiptar, institucioneve të shtetit shqiptar të zgjidhin krizën e brendshme. Ata bëjnë vlerësimin zyrtar dhe aq i takon. Pra, me vlerësimin zyrtar që bën Bashkimi Evropian nëpërmjet Parlamentit Evropian dhe në së fundi Amerika, i thot popullit shqiptar, ne nuk e vlerësojmë dhe nuk e duam qeverisje. Por, me ligj i takon popullit shqiptar të zgjidhë krizë. Kjo është demokracia. Kolonel, kam ne diçka përpara se ta mbyllim me protestën tek marrëveshjet ushtarake. Ne kemi ala strategjik SBA-n, Turqinë, Italinë, pra po flas 3 që na kanë edhe ndihmuar në periudha të vështira. Si është raporti i investimeve të tyre në Shqipëri? Sepse kemi parë që ka hyrë dhe Izraeli fuqishëm, duke ka parakaluar këta 3. Edi Rama nuk ka bosht të politikës jashtme dhe diplomacisë shtetërore, sepse nuk funksionon shteti. Ju dini mjaft mirë marrëdhëniet e bashkëpunimit të fushat e sigurisë të mbrojtjes me Turqinë që nga viti 92. Dhe shumë marrëveshje që kishte bërë bashkëpunimit fush. Dere më me Italinë që avash ato u zvogluan. Ai ka braktis Turqinë, ka braktis Italinë dhe shfalur te Netanyahu, i cili në çdo moment mund të arrestohet nga gjykata ndërkombëtare që ka marrë vendimin për arrestimin e tij për krime kundër njerëzimit, dhe me Izraelin ka përqendruar të gjithë marrëveshjet e bashkëpunimit ushtarak dhe industrisë ushtarake, që nuk jep asnjë siguri mbrojtje Shqipërisë. Dhe mbriti në kulmin e këtyre marrëveshjeve që ai fali Sazanin për Kushnerin, i cili është bërë objekt diskutimi në Senatin Amerikan për korrupsionin që ai person ka dhe kush më shithet mastia me marrëveshjet leshe që ka me vendet arabe dhe të tjera. Pra, me Shqipërinë po lozet hapur me mafia, me huaj dhe shqiptare, dhe Shqipëria është në udhkryq.
me dhimbje, duke qenë se gjithë arsimimi, kultura dhe fusha ime është fush, Shqipëria sot është në udhë kryq. Nuk merr vesh marrëdhëniet me NATO-n, nuk merr vesh me shtetet alatëve strategjik, është orientuar dhe komenduar nga të huajt, të cilët një ditë të bukur Shqipërinë po çojnë drejt shpërbërjes. Prandaj, i faleminderit Amerikës që më në fund të botoi në faqen zyrtare vlerësimin që i bën kësaj qeverie më të korruptuar, më të inkriminuar. I faleminderit Parlamentit Evropian që ka botuar zyrtarisht dhe ka bërë thirrje Edi Rama të largohet nga kjo politikë e cila buton Shqipërinë, por në fund të fundit Shqipëria është shteti i pavarur, ka kushtetues saj dhe zgjidhjet duhet i bëj populli shqiptar. Pra kolonel, ju po më thoni që ambasadori i ri tani edhe simbolikisht mund vinë me këtë raport në dorë në Tiranë. Ambasadori është varësës i departamentit të shtetit dhe është detyruar të zbatojë një me një ato që departamenti i shtetit kundër të kthejnë urgjentisht në Amerikë. Është shteti organizuar dhe kontrolluar amerikan, nuk çortë si Shqipëria. Kolonel, edhe diçka të lutem, po Rama në mes të gjithë kësaj situate, se nuk kemi folur nga momenti që e publikoi atë manifest, kërkoi besën e shqiptarëve për një kthesë thaj. E ka për propagandë këtë, si hyn besa këtu? Ne bashkë kemi folur në aspektin ushtarak dhe diplomatik, po ai na kthej te kanuni. Me pjekurinë që kam dhe sot për thonë vlerat që kam treguar, nuk ma do të kur zëmëra dhe shpirti që të shprejmë punë për ministrin vëndin tim. Por, jam i detyruar që gjitho kohë kam reaguar, sepse kryeministri ka dalë çdo lloj bese nga Shqipëria. Kryeministri i Shqipërisë jo vetëm ka mashtruar shqiptarët, po ka vënë pikë pyetje ekzistenciale Shqipërinë, para problem madhor. Ai njeri tani ka humbur çdo lloj vlere dhe bese. Dhe siç e thash fillimisht, po ishte i pastër, i do të kemi një herë. Po pikërisht sepse nuk është i pastër dhe ka rënë shumë thellë në këtë situatë ka kaluar Shqipëria, ai përpiqet ta mbajë me gjithë format antidemokratike, antiligjore, prezencën e tij e cila do t'i sjellë pasoja shumë të rënda vendit. Largimi e Edi Ramës është imediate, sepse siç e shikoni, kombi shqiptar brenda dhe jashtë vendit nuk tërhiqet nga protestat që ka filluar. Ka ardhur momenti që kjo lëvizje e madhe kombëtare të nxjerrë në krye të saj intelektualët e vërtet pamshëm dhe të krijojë partinë më mëdheu për shpëtimin e dheut dhe të shirojë Shqipërinë nga sistem korrupsioni, kriminalitet organizuar dhe këtyre politikanëve sipas ligjeve tu tregojë vendin aty ku meritojnë. Shqipëria duhet shiruar nga shqiptarët. Ne nuk e kemi të keqen nga të huaj. Ne kemi të keqen nga koka e Shqipërisë. Shqiptarët do të vazhdojnë të shirohen dhe të tregojë vendin, sepse nga një vend shumë i pasur me burime natyrore në toksore, bitoksore, është vendi më i varfër që krahasohet me Afrikën e Veriut për shtresat e mesme dhe të varfëra. Imagjinoni 106.000 lekë të vjetra pensionin në fshat, mesatar, 206.000 lekë të vjetra në qytet për 780.000 pensionistë, ndërsa deputetët marrën 4.800.000 në muaj lekë të ardhura, lere më burimet e tjera. Dhe kur dalin në pension, përveç pensionit 800.000 euro së dalin, marrën 2 milion lekë, më thënë pension suplementar. A kuptoni? Është krijuar një kast oligarki që po i pi gjakun popullit shqiptar. Ndërsa do vite shehu dje. Ju thatë kolonel, po, yes. Po, shehu në pamje të jashtme duket një veprim i pa matur me deputet, por është një reagim i ashpër, ka si shkeljes kushtetues
dhe dhunimi të drejtave ligjore që kanë deputetët për njohjen e dokumentave që diskutojnë në kuvend dhe që duhet të jetë transparente. Jo vetëm transparente në kuvend të dashur gazetar, po marrëveshja do të jetë transparente komplet për popullin shqiptar, që është populli shqiptar me taksat e tij do të paguaj këto lekë që nuk e dim se sa është përqindja vjetore mbi 302 milion euro që do paguaj me gjakun e tij populli shqiptar. Pra, thjesht dhe qartë, është një kryeministër që ka vënë në pozita shumë vështirë unitetin kombëtar. Shtetin shqiptar dhe shteti shqiptar sot është i rënuar. Ne nuk kemi shtet. Një njeri ka pushtuar gjithë institucionet dhe vendi është pikpyetje. Kolonel, ju thatë të krijohet partia me Melleu, ne nuk kemi folur bashk pas krijimit të kuvendit, ku ju ishit i pranishëm. Ju bindi ai kuvend atje? Që kuvendi nuk ka dera për partijake. Kuvendi ishte një diskutim i hapur që hedhin mendime të ndryshme njerëzit dhe ishte një projekt i cili unë e shpjegova nëse do të realizohet do të kaloj me vendim gjykate. Pra unë jam njeriu i zbatimit të ligjshmërisë. Po, kërkoni institucionalizimin e çdo hapi. Unë masi u shkëputa nga detyrat shtetërore, krijova institutin e politikave kombëtare me vendim gjykate, e cila ka përcaktuar statusin e institutit dhe detyrimet që kanë. Prandaj unë flas lirshëm dhe në këtë fushë flas hapur popullit tim. Pra kam një institucion ligjor dhe jo thashë theme rrugësh. Prandaj u thash atë ditë, vazhdoni më teja dhe institucionalizoni në gjykatë, sepse gjykata të institucionalizon kur je brenda ligjeve. Po që jashtë ligjes nuk të institucionalizon. E fundit, kolonel, si mbyllet tani në vazhdim, si mendoni që do jetë kjo verë përpara ngushti e protestës, por nga krahu tjetër edhe i qeverisë? Do reflektoj apo do mbetet e besa? Ai nuk ka shak reflekton se ka hyrë shumë thellë. Nuk ka ndryshon. Se po të kishte ndryshuar, mirë anullimin që nuk e bën, po do kishte ndaluar vazhdimin e mëtejshëm të lejeve të investitorëve strategjik si çdan Vlorë, Turkut, apo të paketës maleve që kritikon shumash për Parlamentin Evropian. Ndjes për ato të Zvërnecit tek Besa, tek manifesti, kishte një pikë që do ta ridiskutojnë brenda 90 ditëve. Mund të jetë kjo një shteg që edhe mund të tërhiqemi? Zvërneci është i bllokuar se të 200 milion të shehajt janë bllokuar nga Spaku dhe shehaj me të tjerë janë ndjekje penale. Pra ka një farë bllokimi, po jo anullimi. Dialog, bllokimi është i përkohshëm, vetëm anullimi ligjërisht njihet. Pra, kur themi neve përmbysjen e sistemi do të thotë që jo të bllokohen, po të anullohen ligjet nga 92 me referendum deri më sot. Dhe kur themi ne të anullohet ligji investitor strategjik do të thotë të anullohet ligji dhe të anullohen të gjitha përfitimet që kanë marrur këta investitor strategjik të Tiranës. Ashtu si dhe paketa e maleve. Të anullohet do të thotë të shirohen të gjitha malet dhe të gjitha vendet e tjera që kanë marrë këta investitor strategjik dhe paketës e maleve dhe kjo pasuri të rikthehet popullit që takon. Pra shumë a thash dhe atje, anullim, jo blokim, jo çfugizim. Çfugizim ligji, ai çfugizon mos vazhdon ligji, po përfitues do vazhdon të marrë. Jo. Anullimi i ligjit dhe anullimi të gjithë përfitimeve të hajdutëve të Shqipërisë. Kjo ka thënë Edi Rama. Ky është shërimi i Shqipërisë as sistemi. Prandaj, flasëm me gjaksotësi dhe me argumente. Vetëm gjykata kushtetuese e cila flë gjumë edhe Spaku nuk i është përgjigjur. E ka kompetencë kushtetuese të anullonte menjëherë marrëveshjen e Sazanit dhe Zvërnecit, i thoshte Ramës stop, dhe sa Spaku që po flë gjumë që besuam shumë, ishte filluar ndjekjen penale për këto marrëveshje korrupsion me krim të organizuar ka kryeministrit dhe tjetër. Dhe fatkeqësisht
ata nuk janë deputet e Partisë Socialiste. E Partia Socialiste ishte dikur ka një shkëlqyer. Ata janë deputet i ka zgjedhur Rama, janë bërë sklever të tia dhe janë pjesë e kësaj tradhtie kombëtare të cilët do kenë emër të zi në historinë e Shqipërisë. Ata janë pjesë e kësaj tradhtie. Sepse po të ishin avdetar, ata do kërkonin heqjen e votë-besimit e Edi Ramës dhe torzonin Edi Ramës dhe nëse kishin shumicë mund të vinë kryeministër tjetër. Po ata mban Ramën në krye se janë pjesë e kësaj hajdutërie, se jetojnë në vila, në avione, e në gjithë trajtimet e jashtëzakonshme të Shqipërisë. Braçja, një hap përpara 10 mbrapa. Po është kjo lufta për Braçja, në heqje trim. Se s'kërkon zoti Braçe, edhe pse ka votuar të ketë rrogën 4.8 milion ku në fshat Bëlluthërbuk. Kupton apo jo? Se Braçja bën një llafë e hiqet mbrapa, nuk kërkon heqjen e statusit dhe të Edi Ramës. Janë pjesë, ato janë lodra propagandistike, ato janë bashkë së bashku të gjithë. Kolonel, faleminderit shumë për bisedën. Jam mirënjohës për gjitha çështjet që diskutuam, edhe në emër të publikut, pasi qindra mira komente të tyre, ju falenderojnë dhe më lejoni që nëpërmjet tyre ju falenderoj edhe unë për bisedën që zhvilluam. Edhe, ose mendoni se dhe unë kam të lehtë të vijë të flas në televizor, flas nga halli. Flas nga halli se atë dheu, do me thonë, atë dhe baraz atë dheu i babait. Më më dhe i thonë dheu i nënës. Po të për atë dheu babait, më më dheu nënës. Pra dheu i nënës dhe babait tim dhe joti e gjithë shqiptarëve të po fale dhe po shitet nga tratat e kombit. Kjo më detyron mua të flas, sepse çdo gjë ka një mas. Pra ka kaluar çdo lloj kufiri, unë detyrohem dhe flas dhe i them popullit shqiptar. Ngreuni në këmbë për të shpëtuar atë dheu. Jo me armë si në dhe shtatën, se po gjak derdhje madhe, po në rrugë demokratike të shirojmë Shqipërinë nga kjo tradhti kombëtare. Ta nuk kanë asnjë lloj bese për tradhtia në mes. Të falenderoj shumë kolonel dhe duket sipas gjitha gjasave betejë finale është hyrë për në vjesht. Dhe jam mirënjohës shumë. Detyrimisht, sepse ai prandaj e shtyri të kjo të venitet dhe një farë mase po realizon. Dhe u thot, vazhdoni juve në sheshe dhe takoni në 2029. Në 2029 ai nuk do vej me vdekje deri atëherë. Po problemi është se e lodhi shumë popull shqiptar, shtoi krizën ekonomike financiare të popullit të varfër dhe prishi më thellë unitetin kombëtar dhe na ka bërë objekt të diskutimi në gjithë media ndërkombëtare, që unë ndjek televizorin në Anglisë, të Amerikës, të Italisë, të Turqisë, ku trajtohet qeveria më e rekrutuar me qeveria që ka sjellë pasojë dramatike ekonomisë shqiptare. Shikoni çfarë thonë analistët e niveleve strategjike botërore dhe të mos rrinë kafeneve të pensionistët po të ngrihen këmbë, të mbrojnë fëmijët e tyre që kanë dhënë protesta. Faleminderit shumë kolonel. Faleminderit. Edhe